Në listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit, Edi Rama ka bërë disa përjashtime nga rregullat që vetë ai ka vendosur. Ai kishte deklaruar se kandidatët me një mandat të vetëm do të jenë në listën e hapur, por 5 gra që kanë më shumë se një mandat janë përfshirë në listat e mbytura. Kjo përfshir Lindita Nikollën në Tiranë, e cila kishte dhënë dorëheqjen për arsye personale, Evis Kushi në Elbasan dhe 3 gra nga Durrësi, Klodiana Spahiu, Milva Ekonomi dhe Aurora Mara. Por Ekonomin ndoshta ka një justifikim për favorizimin e saj, pasi e vlerëson shumë Edi Ramën duke e quajtur brend ndërkombëtar, ndërsa për Spahiun dhe Marën justifikimi mbetet i paqartë. Këto janë gratë të cilat janë kritikuara për mungesë angazhimi dhe prezencë në kuvend, me disa prej tyre të dukshme më shumë për prezencën sesa për performancën politike. Ndërkohë disa gra të tjera të cilat janë më të njohura dhe me kontribute më të shjuara janë spostuar tek listat e hapura dhe mund të rrezikojnë humbjen e mandatit. Personazhe si Etilta Gjonaj, Mimi Kodheli dhe Olta Xhaçka janë ndër ato që nuk janë të përfshira në listat e mbyllura pavarësisht se ka pasur një aktivitet të dukshëm. Kjo tregon se në Partinë Socialiste rregullat nuk janë të njëjta për të gjithë dhe Edi Rama duke se vazhdon të marrë vendime sipas preferencave të tij personale.